Të nderuar qytetar, të dashur miq, përkrahës dhe simpatizant. Mirë se keni ardhur në tubimin përmbyllës të fushatës së iniciativës qytetare Prishtina në dorën tënde. Sonte jemi bashkuar jo vetëm për ta mbyllur fushatën tonë, por për të nisur një kapitull të ri për Prishtinën. Ne gjatë këtyre javëve kemi dëshmuar se kur qytetarët bashkohen, fjala e tyre është më e fuqishme se çdo interes partijak. Ky tubim është një mesazh i qartë se Prishtina i përket qytetarëve të saj dhe se ndryshimi është i mundur kur ne vendosim të marrim përgjegjësitë tona. Në këtë mbrëmje, fjala kryesore i takon kandidatit për kryetar të Prishtinës, vizionarit dhe zërit të qytetarëve, profesor Dr. Agim Krasniqi. Të nderuar qytetar Prishtinës, koleg, musafir familjar të kandidatëve për asamble, përshëndetje dhe mirë se na keni bashkangjitur në këtë tubimin tonë cilën e kemi planifikuar si tubim përmbyllës të fushatës zgjedhore për zgjedhjet 2025. E patëm një rrugtim 4 javor, ku lagje më lagje, bashkë me kolegët tonë asamblejist, ju takuam, i ndëgjuam hallet tuaja, patëm edhe takime, po njëkohësisht paraqitëm edhe vizionin ton se si do të duhej qeverisej Prishtina pa ngjyra politike. Kjo fushatë cilën e organizuam ishte më ndryshe nga fushatat të cilat i paraprin paraja, i paraprin interesat e ngushta partijake, po kjo fushatë i gjasonte një fushate qytetare ku gjithë bashk i ndëgjuam hallet tona. Në këtë rrugtim, krah meje kanë qenë edhe kandidatët për asamble, të cilët kërkuan besimin tuaj që t'ju përfaqësojnë në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar të qeverisë komunale dhe unë i falenderoj, ju jam mirënjohës të gjithë atyre të cilët dhanë mundin, harxhuan energji, po njëkohësisht paraqitën para jush vizionin për subjektin ton Prishtina në dorën tënde. Të nderuar zonja dhe zotrinj, programi ynë qeverisës u bazua kryesisht në atë çfarë është nevojë jetike për banorët e Prishtinës. Hallet të cilat ju ballafaqoheni çdo ditë, e shpeshherë edhe neglizhoheni për të drejtat e juaja, të cilat ju takojnë, ne kemi marrë përsipër që t'jemi zëri juaj, kemi marrë përsipër që të mbrojmë vetëm interesat e qytetarëve të Prishtinës e jo të asnjë strukture partijake apo qoftë edhe klienteliste të cilat e kanë gulfatur Prishtinën dhe kanë krijuar një kaos urbanistik, por njëkohësisht edhe një kaos ndërtimor. Ne nuk e patëm mundësinë që sikur subjektet tjera politike që ta prezantojmë programin nëpër mediat, sepse ne ju dukëm të vegjël. Por vetë pjesëmarrja juaj sot në këtë tubim është një refleksion më ndryshe. Dhe shpresojmë që ky refleksion të jetë rezultativ ditën e diel, ditën kur vendoset se kë do ta votoni dhe kush mendoni se do të jetë personi adekuat që do t'ju përfaqësoj në qeverisjen e ardhshme në komunën e Prishtinës. Është një përvojë
e mirë, sepse vetëm duke ju dëgjuar ju, ne mësuam se çfarë i mungon qeverisës në Prishtinë. I ndëgjuam prindrit për fëmijët e tyre, se si trajtohen në shkollat, në qerdhet, në kopshtet. I dëgjuam pensionistët, të cilët kanë nevojë për një trajtim më ndryshe, sepse ata dhanë gjithçka për ne, e ne duhet t'japim së paku kujdesin dhe respektin. I kam takuar pensionistët dhe ju kam premtuar se kërkesat më esenciale të tyre do të bëjmë përpjekje që në këtë legjislaturë komunale të shtyjmë përpara, të avancojmë drejt një jete më të dinjitetshme, një pleqëri më të qetë. I kam takuar institucionet parashkollore. I kam shfaqur ato çfarë do duhet të kishin. Se si nuk guxojnë të favorizohen disa institucione për çështje politike partijake, ndërsa të tjera të neglizhohen. I kemi takuar lagjet. I kemi prekur nga afër menaxhimin dhe organizimin e jetës në ato lagje. Vërtet, nga njëherë kemi qenë të zhgënjur, por ju premtojmë se ne, Prishtina në dorën tënde, do t'jemi zëri juaj. Kandidatët për asamblej të cilët mendojmë se do t'ju përfaqësojnë ju, do t'jenë zëri juaj, duke njohur thelbin e problemit në qeverisje, duke njohur problematikën e përditshme të qytetarëve të Prishtinës, duke njohur formën e organizimit të pushtetit lokal, duke njohur rregullat e demokracisë. Unë jam i bindur që kontributi jon në asamble do t'jetë pikrisht nevoja juaj e përditshme. Nuk do të lejojmë që të vendoset për ju mbi baza të interesave ngushta, qofshin ato partijake apo interesat të ngushta të klientelizmit, qoftë në aspektin komercial, por edhe aspekte tjera. Juftoj që ditën e diel t'i merrni familjarët, ata cilët kanë të drejtë vote, dhe ta tregojmë fuqinë tonë. Sepse ne do t'jemi zëri juaj. Votoni numrin 165, kandidatët tuaj të preferuar, në mënyrë që bashkarisht sa do pak ta ndjejmë një fitore, dhe bashkë atë fitore do të kemi mundësi që ta gëzojmë, dhe prapë do të kemi mundësi që të takohemi bashkë kur do që ju keni nevojë. Adresa ime do t'jetë e hapur për ju të gjithë, nëse eventualisht keni nevoja të cilat ne mund t'u zgjidhim në bazë të kompetencave dhe mandatit cilin ne e kemi. Faleminderit edhe një herë shumë.